Prezidente, çfarë garancish keni marrë nga lëvizja vetëvendosje se për formimin e qeverisë në tentimin e dytë pas dështimit të 26 tetorit dhe apo tentohet skenari i njëjtë pra vetëm që të shtyhet data e zgjedhjeve të ardhshme, pra është kriju një opinion i tillë për preferenca të ndryshme të datës së zgjedhjeve të këtij. E para, sikur të synonin diçka të tillë, unë e kam pas hapësirën te mandatari i parë. Te mandatari i parë nuk kam pas ndonjë afat se kur më vjen emri, e dini shumë mirë, nuk ka afat, mund të shtyhet 2-3 javë, por unë e kam bërë të kundërtën. Në konsultim me partinë e parë, kam kërkuar që menjëherë të nesërmën të më vi emri, në mënyrë që mos ta humbim as edhe një ditë tjetër. Pra aty ka qenë mundësia që mos të vim deri te kjo fare e të krijohet ndonjë perceptim i tillë. Pra me vetë faktin që aty nuk e kemi krijuar asnjë vonesë, edhe pse ka ekzistuar hapësira kushtetuese. Ka mujt me u vonu propozimi një javë, ka mujt unë me shty pastaj vendimin disa ditë. Pra me vetë faktin që nuk e kemi shfrytzuar një mundësi që na është leju, dëshmohet që nuk ka të bëj kjo me asnjë taktik vonese dhe nuk ka të bëj me ndonjë preferencë për datën nga ana ime. Unë e kryej detyrimin kushtetues sepse neni 95.4 thot presidentja mandaton. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thot duhet të ketë kandidat tjetër. Dhe nuk mund të nxirret dekret për refuzim të kandidatit kur e ke propozimin mi tavolin. Pra nuk ka asnjë preferencë të vetme nga ana ime për datën. Preferenca ime është kjo, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, të merren vesh rreth buxhetit ose potencialisht zgjatjes buxhetore. Këto preferenca i kam sepse këto janë në interes të Republikës së Kosovës. Dhe pastaj unë mendoj që marrëveshjet e tilla mund edhe të determinojnë deri diku proceset që vinë më pastaj. Mirë, po kjo i takon partive politike në kuvendin e Republikës së Kosovës. Sa i përket asaj që pyetet çfarë garancish. Siç e thash, askund në kushtetut, dhe askund në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kërkohen garanci. Kërkohen gjasa. Dhe ka dallim shumë të madh mes garancës dhe gjasave. Garanca japet në kuvend, prandaj edhe kërkohen votat aty. Kurse gjasat ofrohen në zyrën time. Si kur tishin 2 apo më shumë kandidat, atëherë detyrimi im është për të parë kush i ka nga ata gjasat më të mëdha. Lëvizja vetëvendosje dhe kandidati për kryeministër zoti Konjufca me cilin sapo e përfundova takimin kanë besim të plot që mund të arrijnë votat e nevojshme. Por kjo ju takon atyre. Ju takon atyre që t'i bëjnë votat. Mua më takon që të bindem që kanë gjasa. Dhe mua më kanë bindur që kanë gjasa. Ashtu si që kërkohet nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, dhe e kam zbatuar këtë detyrim në përputhje, siç e përmenda me neni 95.4 që tregon që duhet të ketë mandatar të dy. Sikur mos kishte fare propozim, atëherë do të ishim në një situatë komplet tjetër, sepse nesër do të harxhohej afati. Fetia Kamberi prej TV1, po thoni që duhet një marrëveshje mes partive politike, keni pasur një takim me disa prej liderëve të partive të mëdha, e thatë edhe jo, a na tregoni se a ka indikacione që kanë ndryshuar qëndrimet, për shkak që i pam qëndrimet e njëjta nga secilët kryetar edhe komunikatat e partive politike të opozitës aktualisht që i kanë ndryshuar, po gjasat janë të njëjta, të kanë qëndrimet edhe për mandatarin e dytë. A ka lëvizje të kjo gjatë takimit sot? A ka pasur një indikacion për ndrym të qëndrimeve sa i përket planit të rritjes dhe tjerave tema që ju përmende për të mirën e Republikës? Sa i përket marrëveshjes mes partive politike, unë nuk e kisha fjalën marrëveshje për votim të qeverisë. Pra ato janë çështje me cilat merren vetëm partitë. E kisha fjalën për një marrëveshje mes partive politike të përfaqësuara në kuvend lidhur me planin e rritjes dhe zgjatjes buxhetore dhe 2-3 vendime të tjera që i përmenda. Pra këto si çështje të tjera. Tani unë mendoj që akoma ka hapësirë që partitë politike të arrijnë një dakordim të tillë.
nuk po them që ata ma kanë thënë këtë gjë, mirë po nuk dua të dorëzohem nga përpjekjet, sepse është çështje tepër madhore që të dorëzohemi kaq herët. Pra, në qoftë se qytetarët tanë do të kenë paga, në qoftë se institucionet tona do të jenë funksionale, qoftë se do ta kemi një polici e një ushtri të lënë anash apo jo, këto janë çështje tepër madhore për të thënë unë sot s'ka shansa. Unë dua të jem optimiste dhe dua të besoj që të gjitha partitë politike do ta vendosin interesin e shtetit të parin, sepse shumë më rëndësi se sa nëse zgjedhjet mbahen me datën X ose Y, është çka bëjmë në këtë hapësirë para zgjedhjeve. Çka bëjmë ne si institucione? Çka bën secili deputet i Republikës së Kosovës para se të dalë në qoftë se veç eventualisht ka, sepse ne për momentin duhet të presim tani kandidatin e ri që të bëjë tentativën e dytë dhe nuk kemi asnjë paragjykim, përveç që jemi të bindur që ka gjasa nga vlerësimet që na ka dhënë kandidati për kryeministër. Pra, shpresa ime është që ka hapësirë për diskutime mes partive politike dhe si presidente do të angazhohem deri në momentin e fundit që të arrim dakordim rreth këtyre çështjeve. Mendoj që ka hapësirë, megjithatë nuk po e marr këtë si konkluzion nga ajo që më kanë thënë të jem e qartë kryetarët e partive, por thjesht nga situata që e shoh edhe nga fakti që besoj e njoh shumë mirë skenën politike në Kosovë.